Paqja me ju të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali, dhe u vëllezër dhe motra në Krishtin. Zoti t'ju bekojë dhe mirë se u gjetëm edhe në këtë mesazh të kësaj dite, ku do lexojmë nga fjalët e urta, pikërisht kapitulli 11 vargu 25, ku na thuhet: njeriu bujar do të pasurohet, dhe ai që vadit do të vaditet. Amen. Ne falenderojmë Zotin. Dhe le të ndajmë një koment të shkurtër mbi këtë fjalë të urtë dhe një inkurajim për të gjithë ju. Së pari shohim që ky varg është një parim hynor. Pra, ta përsërisim këtë gjë, Bibla mëson parime dhe mëson fjalën e frymëzuar nga Perëndia. Pra njerëzit që kanë shkruar, profetët, e apostujt, e gjithë me radhë, nuk kanë shkruar nga vetja e tyre, këtë na thot shkrimi, po kanë shkruar të frymëzuar nga fryma e shenjtë që është Perëndia. Dhe këtu na flitet pikërisht për bekimet që vijnë nga dhurimi. Pra kur ne dhurojmë, kur ne japim ndihmë, kur ne bëjmë pamirësi, atëherë Perëndia e bekon këtë gjë dhe e bekon disa fish. Por në format e tija gjithmonë, se ndonjëherë edhe besimtarët e krishterë bëjnë gabimin që japin dhe presin të marrin, ndërkohë që shkrimi i shenjtë thotë që jepni pa patur pritshmëri. Dhe Perëndia gjithmonë do ta bekojë atë gjë, sepse thotë kush ka ndihmuar, si thua, Perëndia i ka borxh atij. Ka një hua tek Zoti, i cili do t'ia kthejë dhe do ta bekojë atë disa fish. Pra ky është premtimi i Perëndis, por se si ai bekon, janë forma që vetëm ai i di pasaj. Dhe shumë shpesh janë ndryshe, le të themi, me pritshmëritë tona. Dhe gjithsesi, që të mos e zgjatemi, të dashur vëllezër, le të shohim parimin e këtij vargu. Së pari shohim që dhurimi, kur ne dhurojmë dhe japim, nuk na varfëron, po thamë që na pasuron. Pra Perëndia shpërblen në forma të ndryshme zemrën bujare. Pra me rëndësi është zemra këtu. Pra nëse ndihmojmë, përse po e bëjmë këtë gjë, cili është qëllimi i zemrës? Dhe nëse në zemrën tonë ka bujari, që në shqip duhet thotë dhënës, pra njeriu bujar është dhënës, atëherë Zoti këtë e shpërblen. Pra kujdes tham, nuk shpërblen Zoti sasin, po do shërbej, më falni, pra bragabimu, shpërblej. Lavdi Zotit, do shpërblej gjithmonë cilësinë e zemrës tonë. Pra, në Bibël na jepet gjithashtu ligji i të korrave. Dhe na kjo kuptojmë që çfarë do të mbjellësh, atë do të korrësh. Ky është parim biblik. Sot ky parim është shumë në modë, po e kanë transformuar me filozofi të tjera, me parime shkencore, me fe të ndryshme, i thon ligji karmas. Pra karma. Po në fakt është biblik. Nuk është karma. Pra çfarë do mbjellësh, do korrësh. Pra Zoti, i cili është i mirë, është dashuri, është edhe i drejtë, është edhe i shenjtë, dhe gjithmonë shpaguan në drejtësinë e tij. Pra çfarë ke në zemër, atë do t'i japi Zoti, do ta shpërblej gjithmonë sipas zemrës. Dhe na thuhet që çfarë do uitësh, atë do marrësh në këmbim. Kjo ka të bëjë me investimin në jetën tonë, të dashur vëllezër dhe motra. Nëse ne, për shembull, nëse dikush nga ne do që të investoj diçka për të ardhmen e tij, mos të presi të marrë rezultate të shpejta, tani për tani. Siç na ndodh ndonjëherë dhe ne të krishterëve. Një fjalë e urtë popullore shqiptare që është prap e frymëzuar, më saktë bazuar te Bibla, te shkrimi i frymëzuar, thot ç'a mbjell sot do korrësh mot. Që thot çfarë bën tani, prit ta marrësh më vonë. Kur Zoti e përgatit, se Perëndia e rrit atë gjë. Perëndia e përgatit. Po ne duhet kemi gjithmonë atë durimin. Durimin, por mbi të gjitha të kemi zemrën e pastër, zemrën bujare. Dhe së treti, shohim te fjala që bekimet nuk janë thjesht dhe vetëm fizike. Prandaj e prekëm pak çështjen e pritshmërive. Por janë bekime edhe shpirtërore që janë më larg se ato fizike. Pra nuk është fjala thjesht për para, por për gëzim, shëndet dhe paqe në zemër. Dhe këto t'i jep vetëm Zoti. Zoti t'jep gëzimin, Zoti t'jep shëndetin, harrojmë na njërën. Zoti t'jep dhe paqe në zemër. Dje po flisja me dikën në kish, po ndaj si ndëshmi të vogël, dhe më tregoi që
Ai ishte i suksesshëm në punën e tij, në profesionin e tij, kishte shumë para në atë kohë. Por i ndodhi dhe një smundje aq e madhe, saqë ai filloi të kërkonte Zotin tek ajo smundje sepse paratë që kishte nuk po e shëronin dot. Pra trajtimet, ilaçet që po merrte, dhe aty nisi kërkimin për Zotin. Edhe këtë po flisnim kur takuam te kisha. Dhe Zoti bëri këtë mrekulli që e shëroi, i dha shëndet. Kuptohet edhe duke le të themi duke u trajtuar nga ana mjekësore, por ky njeri nuk humbi shpresat. Dhe u shërua. Dhe tani nuk ishte më atë punë, nuk ishte më atë sukses financiar, po ishte i gëzuar, ishte i qetë, ishte i lumtur. Dhe mbi të gjitha, mjaft i lumtur dhe i gëzuar që vinte në kishë dhe studionte Biblën. Këtë më tha. Pra, shikojmë një njeri të zgjuar që e ka kuptuar planin e Perëndisë për jetën e tij. Që parat nuk janë burimi i lumturisë, parat janë thjesht mjete që mund të na sigurojnë disa të mira materiale, disa komoditete, disa kushte më mirë, po nuk janë e vetmja gjë. Pra mirë është të kesh para, nuk diskutohet, por mbi të gjitha më mirë është të kesh bekimet e Perëndisë, bekimet shpirtërore. Kur Zoti t'jep gëzim, si ky zotëri që takova, Zoti t'jep dhe shëndetin dhe paqe në zemër. Çka nuk ta jep asgjë materiale paqe në zemër. Dhe teksa tham këto të dashur miq, dhe unë kërkoj ndjes që ndonjëherë na entuziazmi më merret dhe goja dhe ngatroj dhe fjalët. Lavdi Zotit, le të shohim si ta aplikojmë në jetë këtë urtësi të fjalëve të urta të Shkrimit të Shenjtë. Pra së pari, hapi i parë është jep me gëzim. Pra mos u fokuson në atë që po shpenzon, sepse nuk është shpenzim. Fokusohu në nevojën e tjetrit. Pra ti po ndihmon tjetrin, është gjëja më e madhe, një mision shumë i madh të ndihmosh tjetrin. Dhe nëse bën këtë gjë, pra nëse fokusohesh tek ndihma që jep tjetrit dhe jo te shpenzimi, atëre beso premtimin që Perëndia do të ta shpërblej. Me rëndësi e përsërisim është zemra. Së dyti, tham Perëndia nuk sheh sasin, po shikon cilësinë. Kështu që mos u nis të japësh sa më shumë, por fillo me atë që ke. Dhe jo detyrimisht paratë, dashur vëllezër dhe motra. Mund të japësh kohën tënde. Mund të japësh fjalë inkurajuese. Ndihmë materiale që tham, para ose mbi të gjitha dashuri. Të japësh dashuri do të thotë të japësh gjithçka tjetrit. Sepse njerëzit për këtë kanë nevojë. Shpirti këtë kërkon. Pavarësisht se shumë njerëz fatkeqësisht nuk e dinë. Dhe së treti, prano bekimet e Perëndisë me përulësi. Që do thotë Perëndia të furnizon. Perëndia siguron, ai të mban. Që mund me iden ose me dëshirën ose qëllimin që ti të mund të japësh përsëri. Pra ne jemi si vegla, si instrumente që Zoti na furnizon, na mbush me kaq shumë bekime për të ndarë bekimet edhe me të tjerët. Por kujdes që kjo të kryet, që është pikërisht vullneti i Zotit, të bekoj, atëre duhet që të kesh një zemër dhënëse. Pra jo kooperaci. Runi na kooperacia, thot Bibla. Kurnac, egoist. Absolutisht. Perëndia gjithmonë bekon një zemër dhënëse. Dhe tham, pse? Sepse Perëndia do që siç bekon një njeri, edhe ky njeri të bekoj edhe të tjerët. Pra duaj Zotin, duaj edhe tjetrin si vetja. Ky është ligji i Perëndisë dhe Perëndia në bazë të këtij ligji vepron, sepse këto janë ligje hyjnore, janë ligje shpirtërore. Këto të dashur miq, dhe le të kujtojmë që të lutemi për zemër gjerësi. Nëse zemra nuk është e gjerë, nuk është dhënse, nuk është e hapur, ka gjithmonë një zgjidhje, ti lutemi Zotit. Dhe dhënë Zoti Perëndia ju i dashur, që të na mësoj që të jemi zemër gjerë si ai, sepse ai është zemër gjerë. E tregoj me Krishtin sa zemër gjerë është. Le të na tregoj Zoti të japim me gëzim dhe të besojmë se ai do siguroj. Sa më shumë të japim, aq më shumë Perëndia do na japi. Për çdo nevojë që ne do kemi, nuk do kemi nevoja kurrë në kurrës, sepse Zoti do na i plotësoj. Ai do bëj që jeta jon të jetë burim bekimi nëse duam të gjë. Të jetë bekim për të tjerët dhe për lavdinë e tij. Në emrin e Jezusit, amen. Dhe mos harrojmë vetë Jezusi, tek Ungjilli i Lukës na thotë jepni dhe do t'ju jepet.
Kështu dashur miq, Zoti ju dhon bekime të gjithëve, që edhe ju të mund të jepni këto bekime të ndani me të tjerët. Lavdi Zotit, t'ju bekoj Perëndia dhe miru dëgjofshim në serinë e radhës.